Në 61-shin u prishën marrëdhëniet dhe u kthym dhe vazhdoi kjo. Se do kishe ngel më gjatë. Po do isha 7 vjet atje, se isha për kimim metallurgjike. Për kimi metallurgjike. Po. Po pse u prishën marrëdhëniet me Çekin? Ja, me kampin socialist. Me kampin socialist. Dhe u kthyen gjithë studentët. Po. Nga gjithë vendet e demokracive. Po, këtë se disha, se marrëdhëniet nuk u prishën, i mbajtën me Çekin. Jo, marrëdhëniet flas në kuptimin e kampit socialist, po. Mbas konferencës Moskës e Moskës, po, dhe studentët i kthyen mbrapa. Gjithë studentët mbajtën vetëm ata që ishin për diplomë në vitin e fundit. Ata ndejtën, domethënë ne nuk ditim gjë, u kthym për pushim. Dhe nuk shkurt, po. Dhe na lajmëruan pastaj që s'do shkonin, gjithë rrobat e gjitha i kishim lënë në Çeki, dhe pastaj na kanë ardhur në shtator. Dhe kur na erdhën në shtator me emra, edhe gjilpërat që kishim lënë dhe ato i kishim futur më rënë. Çekia sigurisht ka kujtime të bukura. Bukura. Edhe më pëlqen Praga, është qytet shumë i bukur. Ja, unë kam qenë Bratislav. Bratislav, nuk kam qenë, po edhe Bratislava. Në Bratislav kam qenë. Shumë mirë. Kalon mirë. Edhe ka vajzat pashme Çekia, edhe ti Vasoshaka, ju që keni qenë një djalë i pashëm. Vajzat pashme ka gjithë bota. Po. Por varet kë zgjedh. Okej.